Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga qyteti Peqinit premtoi se në 100 ditët e para nuk do ketë pensionist me pension nën 200 euro dhe sot me pension nën 172 euro janë 57% e të gjithë pensionistëve, pasi janë lënë në harres nga kryeministri Edi Rama, tha ai. Ky Peqin, kjo Shqipëri është bërë pajetueshme. Është bërë pajetueshme sepse pensionistët që kanë shkri jetën e tyre, energjinë e tyre, sot trajtohen në mënyrën më të pashpirt, trajtohen me një pension mesatar 172 euro. Në 100 ditë të para, ju siguroj se në Shqipëri nuk do ketë pensionist me pension dën 200 euro. Dhe sot, me pension ndën 172 euro, janë 57% e të gjithë pensionistëve shqiptarë. Berisha komentoi edhe takimin elektoral të Partisë Socialiste dje në qarkun e Dibrës. Po pse refuzon? Sepse del hajdut para jush. Nuk thot dot një fjalë ku janë 130 milion euro.